47 fakte psikologjike. Sa më shumë mësojmë rreth psikologjisë dhe natyrës njerëzore, aq më pak zemërojmë me të tjerët. Mendimet ndikojnë në shëndetin e qelizave të trupit të njeriut dhe në energjinë e tij. Ato dobësojnë ose forcojnë sistemin imunitar. Nëse një person shmang kontaktin me sy, me shumë mundësi ai po fsheh diçka. Njerëzit mund të fshehin shumë gjëra, nëse do e dini se askush nuk do t'i mirë të vesh. Zakonisht njerëzit të urojnë gjithë suksesin e botës, por kur ti e arrin atë, shfaqin xhelozi dhe urrëtie. Sa më i ulët vetbesimi, aq më e lartë është tendenca e njeriu për të paragjikuar të tjerët. Nëse ekziston një plan B, plani A ka më pak mundësi të funksionojë, sepse me rritjen e opsioneve, motivimi për sukses bie. Nëse njeriu i ndan qëllimet e tij me çdo njeri që takon, ul mundësinë e tij për të arritur ato. Njeriu ka nevojë t'i vërtetoj vetes se ka të drejtë për ato që beson. Kur diçka nuk shkon mirë, ai ka tendencë të fajsojë dikë tjetër. Kur një rregull duket shumë i rrept dhe pa kuptim, dëshira për ta thyer rritet edhe më shumë. Qëndrimi pozitiv e mbron njeriu nga sëmundjet fizike dhe mendore. Të qenit pozitiv dhe mirënjohës rrit mundësinë e të qenit më të lumtur. Vetëm 5% e suksesit varet nga vetëdia dhe 95% nga pavetëdia. Dhimbja emocionale nxit rritjen dhe ndryshimin. Ajo ka një ndikim më të madh në sjelljen e njeriu dhe mbahet më mirë në kujtesën e tij sesa dhimbja fizike. 40% e lumturisë së njeriu varet nga genet dhe 60% në dorën e tij. Kërkimi i këshillave është një mënyrë e mirë për të ndikuar pozitivisht tek të tjerët dhe për t'u afruar me njëri tjetrin. Me çdo gjë që tolerojmë në jetë, i mësojmë të tjerët se si të na trajtojnë. Kur njeriu fillon të kujdeset dhe të investojë te vetja e tij, fillon të ndjehet dhe të duket më mirë. Njerëzit gjithmonë duan të kenë personin e duhur rreth vetes, por rrallë përpiqen të jenë personi i duhur. Personi që përpiqet të bëjë gjithë lumtur përfundon të ndihet më i vetmuar. Se si një person flet me ty për njerëz të tjerë, zakonisht kjo është mënyra se si ai do flasi me të tjerët për ty. Parat mund të blejnë lumturi, por vetëm në një mas të caktuar dhe për një kohë të shkurtër. Nëse dikush siguron nevojat bazike për ushqim, strehim, siguri e të tjera, lidhja midis lumturisë dhe paras afrohet drejt zeros. Paratë e shpenzuara për eksperienca apo përvoja emocionale kanë gjithmonë vlerë më të madhe. Sa më shumë paragjykojmë, aq më pak lumturi përjetojmë. Sa më shumë japim dikujt që nuk e meriton, aq më shumë mosmirënjohëse bëjmë atë person. Kur ngarkesa emocionale rritet, logjika dhe cilësia e jetës bie. Kur njeriu ndihmon të tjerët, gjëra të mira kthehen tek ai. Zakonisht njerëzit janë të prirur të ndihmojnë atë që i ka ndihmuar. Njeriu i gabuar është vështirë për ta ndryshuar. Nëse e largon atë nga jeta jote ose ti largohesh nga ai, atëre gjëra të mira do të fillojnë të ndodhin për ty. Askush nuk është gjithmonë i zënë, varet nga numri që jenë në listën e tyre të prioriteteve. Zakonisht njerëzit ndryshojnë kur sytë, veshët dhe mendja e tyre janë të hapur ose zemra e thyer. Nuk mund të ndryshosh një person nëse ai nuk shikon asnjë problem në sjelljet e tij. Disa njerëz e kanë më të lehtë të ndryshojnë të vërtetën, sesa të ndryshojnë pikpamjet e tyre. Mendimi i tepër rreth problemit dhe jo zgjidhjes e lejon mendjen të prodhojë më shumë probleme. Kur mendja është e dobët, gjen një problem në çdo situatë. Kur mendja është e fortë, në çdo situatë gjen një mundësi. Sa më shumë rritet pasuria apo fama e njeriu, aq më shumë rritet mundësia për të mos qenë i lumtur. Dëgjimi një gjëje të vetme negative mund të dëmtojë të paktën 5 kujtime pozitive. Sa më shumë zgjidhje ekzistojnë, aq më e vështirë bëhet vetëmarrja. Vetbesimi i moderuar dhe jo i tepruar i bën njerëzit më të hapur ndaj ndryshimeve dhe ata arrin rezultate më të larta. Fjalët e njerëzve jo gjithmonë tregojnë të vërtetën, veprimet e tyre po. Mënyra se si njerëzit sillen kur janë në panik, të zemëruar apo kur u preken interesat tregon karakterin e tyre të vërtetë. Nevojitet trishtimi për të njohur vlerën e lumturisë, zhurma për të vlerësuar qetësinë dhe mungesa për të vlerësuar praninë.
rreth 95% e të gjitha vendimeve apo veprimeve tona janë të pavetëdijshme dhe të ndikuara nga gjendja emocionale e momentit. Puna në disa gjëra për njerëz ul produktivitetin e njeriu deri në 60% dhe inteligjencën e tij deri në 10%. Njeriu shikon tek të tjerët atë që ekziston brenda vetes së tij. Kur e shikon dikë pozitivisht, zbulon tiparet e tij pozitive, kur e shikon negativisht, zbulon ato negative. Energjia e njeriu është më e lartë kur flet për gjërat që i ka pasion dhe që vërtet i beson. Njerëzit janë më të lumtur kur janë të zënë me punë, pasi nuk kanë kohë që të shqetësohen për problemet e jetës. Njeriu zakonisht nuk i vlerëson ato që ka, por ankohet dhe fokusohet tek ato që i mungojnë. Njerëzit kanë gjithmonë tendencë të gjejnë një problem. Sapo një problem zgjidhet, një tjetër e zë vendin e tij. Nuk është bota kundër nesh, por mendja jon. Truri i njeriu nuk ndalet kurse zhvilluari. Truri është një lloj muskuli dhe qëndron i ri nëse ushtrohet vazhdimisht.